Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masat e sigurisë për 5 biznesmenët arrestuar 2 ditë më parë gjatë operacionit të SPAK si pjesë e 2 grupeve kriminale të trafikut ndërkombëtar të drogës nga Amerika Latine në Europë. Këtë të diel dolën para trupës gjykuese 5 biznesmenët arrestuar, të cilët u njohun me masat e sigurisë. Pas një seance që zgjati për disa orë, gjykoko la në fuqi masën arrest në burg për 3 biznesmenët, Orgest Birçajn, Dritan Agën dhe Orest Sotën. Për Edmond Jaupin, u caktua masa e sigurisë arrest shtëpie. Jaupi rezulton të jetë vëllai i Lidiana Çelajt, aktualisht drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Ujësiellës Kanalizimeve, ndërsa më herët ka mbajtur postin e drejtoreshës së bizneseve VIP në drejtorinë e tatimeve. Për të saktësuar lidhjen familjare mes Jaupajt dhe Lidiana Çelajt, Syri Televizion ju drejtua drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Ujësiellësit për reagim, por në institucionin që ajo drejton, stafi i afërt na komunikoi se drejtoresha nuk ishte disponueshme për përgjigje deri ditën e hënë, duke marrë kështu 3 ditë kohë për të saktësuar nëse personi arrestuar nga SPAK është vëllai i një prej personazheve më të rëndësishme të institucioneve të rilindjes. Ndërkaq, i lirë kundrejt garancisë pasurore, u la edhe Gëzim Islami. Gjatë seancës, avokati Orest Sotos ka kërkuar lirimin nga qelia, duke pretenduar se nuk ka lidhje me trafikun e drogës, por trupa e gjykuese e rrëzoi këtë kërkesë duke lënë në arrest në burg. Sipas pak, të arrestuarit janë pjesë e një grupi kriminal që dyshohet se ka trafikuar mbi 6.7 ton kokainë nga Amerika Latine drejt porteve të Belgjikës, Holandës dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Sipas hetimeve, biznesmenët e arrestuar dyshohet se kanë pastruar paratë e trafikut të drogës. Orgest Birçaj, Orest Sota dhe Edmond Jaupi dyshohet se kanë investuar të ardhra me burime kriminale në pasuri të paluajtshme përmes projekteve ndërtimi në Tiranë, Palas, Himar dhe shoqëri tregtare. Në dosje përmendet Orgest Birçaj, pronari i kompanisë Top 7, i cili sipas pak dyshohet se organizonte dërgimin e punëtorëve shqiptar drejt laboratorëve të kokainës në Ekuador përmes agjencisë së tij të udhëtimeve. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar 18 vila, 336 llogari bankare, kompani apartamente, automjete luksoze dhe prona në Tiranë, Palas, Jal, Himar dhe zona të tjera të vendit. Vetëm një transakcion i dyshuar i lidhur me pronat të Zvërnecit arrin vlerën e 128 milion euro.